domethënë. Edhe nëse mundemi të kalu probleme teknike që kemi, se jam të pas problem me WhatsApp, diçka nuk e di pse, kur po lëviz ekranin për shembull nuk po ndalet. Pa diasporë kam projektu me vendosjen jo njerë, jo 7 minuta, s'kemi drejt. Bleron. Mos e thjesht të xhollore 7 minuta. Ruj edhe 7 minuta kujdes. Por ajt mund ta themi një gjë. Ishte pa diasporë. Okej, çka mund të themi? Çka mund të themi, cili është impakti i diasporës? Një ngritje prej në fakt 3% sakt, po dal ka për vetë vendosje, nuk i kam pa sakt për e parë për shof. 3 pikë të përqindjes, nëse do ne me pas kështu. Jo, diaspora, mos jep përqindje njere, prit duroj përqindjet edhe 7 minuta i kemi. Diaspora, çfarë impakti ka? A është dalja më e madhe e diasporës në herë kështu në zgjedhjet nacionale në Kosovë? Po, shiko, unë nuk kam bërë exit poll me ditë, po kam sipas projektimit tim, do unë duke pa pak a shumë se kemi pas në pjesëmarrje në këto pyetësor kemi pas edhe persona që kanë deklaruar që janë për diasporës që kanë ardhur për me votu. Sipas analizave tona, diaspora është domethënë dyfishi i votës së vitit, këtij viti që po e lëm pas, domethënë shkurtit këtij viti. Po. Kështu që praktësisht, sipas vlerësimit tim, vota diasporës është diku te 175.000. 175.000. Ku gjë interesante. Që i bie diku 100.000 vota më shumë se sa herën e kaluar. Se herën e kaluar ishin 40.000 këtu në Kosovë, që kishin ardhur si rezidentë kishin votuar. Shiko, për qenë sakt 175.000 në kupton që vota diasporës, sipas analizave mia është 18% e votës totale. Sipas projeksioneve të juja kanë hyrë 500.000 vet, ju besoni që janë më shumë afër 260.000, nuk di çfarë them, por domethënë unë kaq e kam Bleron, mirë, ti shfrytëzojmë 7 minuta derisa të shkojnë 5 pata në pyetje për daljen në zgjedhje. Deri në orën 17 janë 772.000. Pra ju po parashikoni që deri në orën 19 të dalin edhe 130.000 që janë 900.000, sepse 77.000 vota janë 19.000 që kanë votuar në ambasadë dhe 50.000 janë me zarf. Pra rreth 970.000 në total apo jo? 900.000 tek rezidentët është fjala. Po le të jemi qartë, unë domethënë kam parashikuar dje që do të jetë 977.000. Tash mund të jem gabim, po edhe projeksioni i rezultateve natyrisht e ka pas parasysh një dalje të tillë. Ku 175.000 janë diasporë dhe gjithsej janë 977.000. Tash sipas të dhënave të KQZ-s ju po thoni që sa ka ndodhur 772.000 deri në orën 5, që është diku një 8 ose 9% më shumë se në shkurt. Po, sa më shumë fal? Dikun 8 ose 9% dalje deri në 5 ka qenë më e vogël me në shkurt, por pastaj është rrit pas orës 5 deri në orën 19 që ka bërë diferencën me shku në 960.000 në datën 9 shkurt. Po, nëse vazhdon trendi 8-9%, tash 977, nëse zgavoj kanë qenë 926.